Sa nga ju e keni pa Black Mirror, shfaqja ime personale e preferuar. Do ju them sot i koncept shumë çuditshëm që po ndodh tash. Jeni gati? Me të marrë shembull, ke parasysh kur të testohen në herë instiktet të i dhon makinës, jetë i dhon normalisht, pa pritur ndodh në një gjë përpara. Duhet bësh një evitim direkt që mos përplasësh. Me rast kurse shumë e vështirë më u shpjegoj. E ke vurë që brenda mendjes tate koha ecën më ngadalë kur do të bësh atë gjë në instiktit. Ai sekundi që lëvizet timonin shpejt dhe nuk rën grop, ai 1 sekond zgjati, po jo brenda mendjes tate. Aty bën 100 planeti. Ti aty merr në ke bëj 100 llogari brenda 1 sekundi. Do ta lëviz majtas apo djathtas herë. Po ta lëviz majtas do përplasem me makinën që vjen, po ta lëviz djathtas do përplasem me trotuarin. Etj. I ke bë gjitha brenda 1 sekundi. Për ne lëviz koha më ngadalë aty mrena. Gjithçka është relative sipas atij që vëzhgon. Si Einsteini para një 60 vjeç, ti vërtetu gabim vetes. Me këtë faktor, me sa duket, dil kemi në konkluzionin që brenda trurit tat ka ca pika që quhen instiktet, që nëse i bëjmë tap mund ta alternojmë sa shpejt ose sa ngadalë percepton ti kohën. Dhe këtu dalim te pjesa më e bukur e videos tash. Keni ngjuar për Eurolink, është një kompani që ka lënë Masku që merret me alternim truri. Kto po mundon me kriju të ardhmen, janë të bë literalisht çipin e trurit, çipin e podeshëm. Dhe një nga gjonat më interesante që të bëjë çip është kjo që sapo folëm ne, alternimi i kohës, se këtë mund ta përdorësh shumë mirë për të burgosurit. Imagjinoj të ardhmen jo shumë të largët, se Elon Musk ka përdashur me bë para se me vdek vet, ku gjithë burgosurit që kanë me bë 10 vjet burg mund t'i bëjmë brenda 10 minutave, sa kanë bë 10 vjet brenda në tru. Mos gaboj kanë arritur që tash një 2 hapat e parë të procesi, mund të krijojë një ëndër brenda trurit tat. Në të ardhmen, kjo ëndër artificiale që po ta bëjnë do jetë shumë avancuar. Mund të jetosh 10 vjet brenda trurit tat në një qeli burgu dhe pastaj zgjohesh pas 10 minutash. Koscienca jote do uploadohet te qipi që ke brenda në tru që funksionon si kompjuter dhe ai do simulojë një ëndër që ti jeton 10 vjet brenda një qelie. Kështu që me këtë logjik, nëse koscienca jote na qeka gjë që mund bëhet upload në kompjuter, atëherë pse nuk e bëjnë dot copy paste? Nëse keni pa Black Mirror, duhet të keni pa që bëjnë një kopje të kosciencës tate dhe e fusin brenda një veze dhe ajo kontrollon shpinën pastaj, kontrollon sa shpejt e do tostin të bën. Nga njëra anë nuk duket dal gjë e keqe apo jo. Ti 10 vjet sa 10 vjet do bësh burg. Po puna është se do zgjohesh pas 10 minutash, do gjesh familjen direkt aty. Nuk i humb 10 vjet jetës. Nga ana tjetër, si është më mirë ti përjetosh 10 vite burg? Normalisht siç e bëjmë deri tash që ket paktën një burgosur tjetër me fol me lut letra në herë, apo nëse ti izolojnë 10 vjet vetëm brenda mendjes tate, një dhomë shumë të errët ku ti s'ke herë nevojë me bën nevojën. Gjatë ëndrave ti nuk ke nevojë fiziologjike, nuk ke nevojë me hëngër, se nuk ke trup fare. Pra do jesh një kosciencë pa trup bllokuar në një arkivol shumë të errët. Si mendoni ju? Ju duket dashje dhe e mirë?